Po. A nuk vut të re ndonjë Alessio Brikena në gjë apo vetëm Po, jo unë sapo e thash parë. Po e thak, shumë lart. Është një si Prit, i pëlqente edhe Brikenës. Po. Po vlla. Ishte nga të dyja parë, vetëm se s'ka bark, Alessio është. Si? Alessio Se ke pak këto ditë që i kalon Brikena vetëm kështu tok. I kalon Brikena aty. Po s'ka gjë zemra se tani Brikenës i ndryshojnë. Çfarë do ndodhi me Mateon? Si? Mateo, nuk e di. Ishte lojtar i mirë do themi. Ishte banor shumë i mirë. Mateo. E kishin projektuar për finale. E kishin projektuar Po se mund shkoja ishte për të bëjmë shakane. Po jo mund të shkojmë në finale, s'dim gjën, s'vendosin gjë. Jo, ne është opinioni jon, po mendoj që nuk do të ecë me këtë mënyrë. Domethënë ai duhet ta ndalojë këtë patjetër me Brikenën. E për më tepër kur do të juaj një gocë, i thotë unë gjithmonë ndërroja një femër brune dhe të zgjuar dhe më re ti që e bjonde dhe budallic. Dhe kjo thotë që do sy blu dhe me bark. Armiri unë vura re sot që i kërkonte më shumë të dinte edhe nga familja. Pra i thoshte je single, po ti ke 3 fëmijë, si ka qenë bashkëshortja jote, çfarë marrëdhënie ke me të tani? Ajo se pyeti Mateon këto 3 vjet çka ke bën. A kupton? Po jo, ajo tha iko vlla, ne kemi mbyll muhabetin. Po kur thotë ajo s'pyeti Mateon. Ore 3 vjet çka kam me dashur ajo.